nuk është si çdo festë në Republikën e Maqedonisë, e cila është ditë jo pune. Festa jonë, dita e policisë është ditë pune dhe të gjithë pjesëtarët e policisë, si administrata dhe policia uniformuar, janë të gjithë në fundit. Më bën krenar arritjet e mia në lëmin e PR-it apo marrëdhënieve me publikun, sepse paraprakisht nuk kam pat qasje në asnjë mënyrë sa i përket mediumeve, marrëdhënieve me publikun, dhe kam qenë strikt i drejtuar në pjesën e punës së policisë së uniformuar, ku si polis trafiku, pra gjatë atyre 15 viteve më bën krenar që kam dhënë maksimumin, sepse gjithmonë jam munduar të jemi drejt, jam munduar të jem koshient dhe të kryej punën ashtu siç e kërkon ligji dhe rregullat, dhe gjithmonë kam qenë në krye të detyrës. Kemi një profesion serios, i cili për çdo ditë ballafaqohet me lloj-lloj rastesh, dhe mund lirisht të them se 90% e punës së policisë është e paparashikuar. Pra, përveç punëve administrative dhe plan programeve të cilat i ka Ministria e Punëve të Brendshme, kryesisht sektori për punë të brendshme Tetov, pjesa tjetër e punës së sektorit për punë të brendshme Tetov nuk mund të planifikohet, nuk e din se çfarë mund të nxjerrë pas një ore ose çfarë mund të ndodhë ditën e nesërme. Kështu që pjesëtarët e policisë së uniformuar duhet të jenë gjatë gjithë kohës në dispozicion dhe të përgjigjen çdo nevojë, çdo kërkese dhe këtë e kemi dëshmuar vite me radhë, ku kemi patur tragjedi të shumta, ku kemi patur raste të rënda dhe jemi munduar që në maksimum të përgjigjemi dhe të zbardhim çdo rast i cili është regjistruar në sektorin për punë të brendshme. Gjëja që më së tepër mi raportohet janë ankesat të cilat shpesh kemi të bëjmë edhe me ankesa banale, por ka edhe raste të cilat, si raste më të shpeshta, pra janë konfliktet mes njerëzive. Kohëve të fundit kemi një shpeshtësim në rastet ku mosmarrëveshjet në komunikacion, vinderit e konfliktet ndërmjet dy personave kështu me radhë, kështu që pjesëtarët e policisë janë gjithnjë në terren dhe marrin masa dhe nuk lejojnë që të eskalojë situata. Mesazh kryesor si një personalitet apo si zëdhënës i sektorit për punë të brendshme Tetov është që të përmbahen rregullave dhe rregulloreve, të përmbahen ligjit, pikës pari të respektojnë njëri tjetrin. Dhe me respektin e ndërsjellë do të na respektojnë edhe neve, sepse edhe ne si pjesëtar të uniformave blu jemi pjesë e po këtij mjedisi dhe jemi pikës së pari fëmijë, baballar, bashkëshort e kështu me radhë të dikujt jashtë. Pra edhe ne nuk jemi të ardhur nga dikundi, apo të një fjalë popullore thotë nuk kemi rang nga hëna, por jemi pjesë e kësaj popullate. Dhe nëse respektojmë ndërmjet veti, nëse i respektojmë rregullat dhe rregullore dhe ligjin, besoj që nuk do të kemi asnjëherë probleme dhe gjithmonë do të dalim faqebartë. Faleminderit edhe juve.